Në fakt, me të drejtë u komentua që ai që nisë dhunën me kafsh mund të përfundojë edhe tek dhuna me njerëz. Sa e shohim ne këtë lidhjen mes një dhune që i bëhet kafshës dhe dhunës tek njeriu? Pra, është kështu fillimi apo gjeneza e një njeriu të dhunshëm? Po, ose mund të jetë, se s'mund të themi për herë, po. Madje është shkruar edhe në literaturën forenzike, ndërkombëtare, ku thuhet që përshkallëzimi i dhunës ndaj kafshëve deri në marrjen e jetës, siç është në rastin konkret, është një nga sinjalet e hershme edhe të zhvillimit më tej të dhunës ndaj njeriut. Aq më tepër, kur rastet e tilla mbeten të patrajtuar dhe nuk bëhet ndalim me ligj i saj. Kjo është një çështje që përfshin në fakt 3 instanca kryesore, që do thot policia, prokuroria dhe mjeku psikiatër forenzik, që është me një specialitet të veçantë. Që do thot, në rastet e raportimit të rastet e tilla në polici dhe mbledhjen e të dhënave, siç ishin fotot në rastin e familjarëve që raportuan, detyrimi policor është që të vënë në dieni një mjek psikiatër që të bëjë së pari një ekspertizë, si thua, mjekësore të personit në fjalë për të parë. E bën policia apo duhet ta bëjnë qytetarët? Atëherë, në momentin që klienti, domethënë, shfaqet në polici, gjë e parë që vije re është nëse me të vërtet ky person është i lidhur me realitetin apo jo. Domethënë, shenjat e para janë shenja që mund të evidentohen edhe nga një person normal, siç mund të jetë edhe policia. Dhe detyra e policistit është që të informojë një mjek psikiatër që të bëjë një ekspertizë, dhe në momentin që mjeku psikiatër jep një okay që nga pjesa psikiatrike nuk ka asnjë simptom ose nuk ka asnjë çrregullim, atëherë mund të lëshohet pacienti.